Sot me një ceremoni solemne u bë përurimi institucionit parashkollor Dielli Ynë, ku në këtë ceremoni nderuan kryetari i komunës së Prizrenit Shoqir Totaj, nënkryetari Kujtim Mukashi, drejtorisha e arsimit Lulieta Veselaj Kutaj. Për punën dhe angazhimin një vjeçar të këtij institucioni parashkollor, foli drejtori i këtij institucioni Driton Susuri. A i tha se janë 191 fëmijë dhe janë 2100 metër hapësirë të mbrëmshme me 9 dhoma mësime. Kopshti ynë zyrtarisht ka filluar punën me datë 3 qershor të vitit 2024 me emërtimin jo zyrtar Bajram Curri. Me propozimin e Këshillit Drejtues dhe kërkesës sonë drejtuar organeve relevante të arsimit, më 22 maj të vitit 2025, të viti pra, kemi pranuar vendimit për emërtimin zyrtar të kopshtit tonë me emrin Institucioni parashkollor Dielli Ynë. Në institucionin parashkollor Dielli Ynë, mësimin dhe aktivitetet i zhvillojnë rreth 191 fëmijë të ndarë në 3 grup mosha. Grup mosha 3-4 vjeç, grup mosha 4-5 vjeç dhe grup mosha 5-6 vjeç apo parashkollor. Te grup mosha 3-4 vjeçare janë gjithsej rreth 59 fëmijë të regjistruar. Te grup mosha 4-5 vjeçare janë rreth 73 fëmijë të regjistruar. Dhe tek parashkollorët i kemi poshtë rreth 59 fëmijë të regjistruar. Rreth infrastrukturës, sipërfaqja neto e objektit është rreth 2100 m2, ndërsa sipërfaqja totale bashkë me oborin është rreth 9300 m2. Pra kemi të bëjmë një ndërhyrje më të madhe në nivel vendi. Përbërja momentale e kopshtit është zyra e drejtorit, administratorës dhe koordinatorës së cilësisë. Janë 9 dhoma mësimi, se cila me banën personale, një salë takimesh, një kuzhinë, një mense, një depo, është lavanderia, është kallëtorja, si dhe hapësira tjera, të cilat shërbejnë për nevojat të ndryshme të kopshtit. Në këtë vit kalendarik kemi planifikuar rregullimin e parkingut për vetura, pajisjen e objektit me kamera të sigurisë dhe vendosjen e ndriçimit në hapësirat e jashtme të objektit, kërkesa këto vërtet imediate. Personeli momental i kopshtit është i përbërë nga drejtori, administratorja, 19 edukatore, ku përfshihet edhe koordinatorja e cilësisë, është një asistente për fëmijë me nevoja të veçanta, janë 5 punëtorë teknik dhe fokisti. Po ashtu, duke falendëruar drejtorinë komunale të arsimit, përmes bashkëpunimit me Caritasin janë angazhuar edhe 2 kuzhiniere për nevojat e kuzhinës së kopshtit. Shpresojmë që së shpejti do të punësohet edhe një asistente për fëmijë me nevoja të veçanta, një psikologe dhe një sigurim apo rojenate, pozita këto shumë të nevojshme për kopshtin tonë. Në janar të këtij viti, nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit, QAPA, kemi pranuar raportin e vlerësimit rapid të gjenjes së kopshtit për vitin shkollor 2024-2025, ku edhe kemi marrë një vlerësim vërtet pozitiv, duke pas parasysh edhe faktin që ky ka qenë viti i parë shkollor për këtë institucion. Kryetari Totaj, duke përshëndetur gjithë pjesëmarrësit e veçanërisht fëmijët e këtij kopshti, tha se tashmë këtu po ndihem mirë, sepse besoj se do të vazhdojmë së bashku me punë rezultate të përbashkëta, tha kryetari Totaj. Po më shumë të vetëm përshëndet fëmijët, të cilët disa pesha këtu, disa pesha, për shkak se ky institucion i dedikohet atyre. Edhe ky institucion, i cili sa dhe feston një vjetorin e themelimit, është indikator tregues shumë i mirë që aty ku ka iniciativat nivelit lokal edhe përkrahen nga niveli qendror, si rezultati i bashkëpunimit gjithmonë kemi kvalitet. Prandaj uroj që edhe në lami tjera të kemi një bashkëpunim të tillë sepse është shumë i nevojshëm. Videoklipi që e tregoj përkushtimin e stafit në radhë parë, për shkak se pa përkushtim stafit nuk ka as kvalitet të punës e cila duhet të bëhet këtu. Prandaj dëshiroj të përgëzoj stafin për përkushtimin e tyre, i cili na sjell një rezultat kaq të mirë, kurse ky objekt me të vërtetë është lënë një përshtypje shumë të mirë, edhe është një indikator një tregues se ne po i kushtojmë kujdes më të madh atyre që më shumë kanë nevojë duke i përgatitur për sfidat e jetës që na presin edhe duke ju mundësuar që qysh në fazën e parë të marrin një edukim edhe një përkujdesje kvalitative, e cila më pastaj do të rezulton me rezultate shumë të mira edhe në nivele tjera arsimore. Prandaj ju uroj ta gëzoni tashmë institucionin parashkollor me emrin Dielli Ynë, edhe të vazhdojmë bashkërisht në drejtim të duhur me rezultate dhe me suksese të reja. Ju falenderoj për vëmendjen.
Drejtoresha DK Lulieta Veselaj Kutaj me këtë rast mjaft e entuziazmuar ta se sot me shumë krenari, po ju them se ky institucion nuk është vetëm një godinë e re, por ka vizionin ton dhe kjo tregon vizionin ton të së ardhmës. Me shumë emocion, po edhe krenari dhe gëzim të madh, sot jemi mbledhur për ta festuar një vjetorin e punës së kopshtit Dielli Ynë, kopshti më i ri të cilin e kemi në komunën e Prizrenit. Ky emër flet vet. Fëmijët janë dielli që i ngro zemrat tona çdo ditë, janë drita jonë që na ndriçojnë të ardhmen edhe të shoqërisë tonë, janë arsyeja pse ne çdo ditë përpiqemi të ndërtojmë një vend më të mirë, më të drejtë dhe më të zhvilluar. Ky institucion, kjo qerdhe, nuk është vetëm një ndërtesë me mure të reja, me lodra e mobilje moderne, por është një shtëpi e dytë për fëmijët tuaj dhe tanë. Është një hapësirë ku ata rriten me dashuri, me siguri dhe me kujdes profesional nga edukatorët tona të zellshme dhe punëtore. Në një shoqëri që aspiron zhvillim të qëndrueshëm, përparimi nuk matet vetëm me ndërtime apo dhe me statistika, por matet me investime në edukim dhe arsimim, e veçanërisht Komuna e Prizrenit me objektiv të veçantë ka edukimin e hershëm. Qerdhja Dielli Ynë është një dëshmi konkrete e vizionit ton për të krijuar kushte sa më të mira për fëmijët dhe për grupmoshat e vogla. Kjo qerdhë është projektuar dhe ndërtuar me fokus të veçantë, me mbështetje të gjithë aktorëve, të cilët funksionojnë në Republikën e Kosovës, e veçanërisht me prioritet të veçantë nga kryetari i komunës zoti Totaj. Ky projekt nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e vazhdueshme institucionale të gjithë këtyre që i përmenda më herët. Andaj, të dashur prindër, ju sigurojmë se kjo qerdhe nuk është vetëm objekt fizik, por është objekt që funksionon me përkushtim të plotë dhe me profesionalizëm e dashuri për fëmijët. Le të jetë Dielli Ynë jo vetëm një qerdhe, por një dritare e shpresës, e zhvillimit dhe e dashurisë për brezat që po rritet. Pas këtyre fjalimeve, fëmijët kanë shfaqur një program të pasur artistik për të pranishmit, derisa ky institucion me hapësira të jashtme krijon mrekulli relaksuese për fëmijët e kënd i bukur i lojrave. Në këtë institucion zbukurohet me këtë dhuratë që ka dhuruar Fabrika Liri, ku fëmijët gjejnë ëmbëlsira e lojra ashtu siç janë edhe vetë prodhimet e kësaj fabrike.